Ju uroj të gjithëve një ditë të bukur, mirë se vini në Reze Dielli. Në ditën e sotme do të flasim për ankthin. Përsëri do ta rikthejmë ashtu si kundër ju e keni kërkuar për të komunikuar me psikologen në studio dhe për të mësuar apo dëgjuar disa prej teknikave që mund të lehtësojnë ankthin. Efekti placebo, misteret e shërimit të ilaçit pa ilaç. Çfarë është ky efekt dhe sa funksionon tek pacientët të ndryshëm? Do të mësojmë diçka më tepër rreth efektit placebo, i cili është dëgjuar, por ndoshta nuk e kemi përjetuar ndonjëherë dhe si ai ndikon pikërisht në shërimin e mendjes në radhë të parë. Sot është 6 maj dhe është dita ndërkombëtare e pa dieta. Për personat të cilët ndjekin dieta të caktuara, sot duhet ta bëjmë pushim. Kemi përgatitur një material se çfarë dhe pse është caktuar pikërisht 6 maj si dita ndërkombëtare pa dieta. Kemi një personazh shumë interesant, do të lidhemi nga Skocia. Në lidhjen tonë do të komunikojmë në mënyrë virtuale me Ornela Darda. Shqiptarja nga Berati është shpallur një nga 5 shkencëtaret më të mëdha në botë. Ajo ka përfaqësuar Europën në një prej eventeve më të mëdha në fushat kompjuterike. Do të njihemi me të si ka arritur që teza e saj të jetë ndër më të vletërsuarat në universitetin ku ajo ka studiuar e diçka më tepër do të mësojmë për Ornela Dardën pak më vonë. Shkojmë tani me një herë në kuzhinë të njihemi me recetat e ditës së sotme. Mirë se të gjeta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, si të kam ty sot? A ndjen këtë presionin e kohës kur ndryshon nga ditë me diell në ditë me shi apo të ndikon fare? Ka njerëz që ndikon shumë koha në energjinë tënde. Bukur fort, më bëhet qefi. Dedikuar marrim energjinë, unë jap energjinë. Do ta marr atë në sos, po patjetër, kjo është vetë për marrë energji. Marrëdhënie. Çfarë do gatuajmë sot? Atëherë një tavë me perime. Po. Dhe si shikoni të gjitha perimet, unë i kam vendosur në ujë, normalisht unë kam shtuar uthull pak më përpara, jo tani, sepse duhet që të uthullohen, jo të uthullohen të marrin atë shijen e thartë, po që të kenë atë në ujë të vakët, me pak fare krip, edhe me uthull, ose me lëng limoni. Patjetër që kam edhe limonin. U duhet perimeve një larje shumë e mirë me limon, uthull ose sodë. Po. Soda është e para, pra është ajo faza e parë. Soda, më pas shplarjes duhet uthulla. Po, se pesticide janë. Po, kalimi nga një dorë në dorën tjetër, prekja në përtregje, transporti, e gjitha këto na bëjnë që të kujdesemi më tepër për pastrimin e perimeve, qoftë me uthullën dhe uthulla ponti është shumë e mirë edhe për ta konsumuar çdo mëngjes, sepse dihet se sa benefite ajo ka dhe mbi të gjitha edhe për të pastruar pse jo perimet, siç veproi Albana. Pra kam uthullën, po këtu vaj, sikur se kam vajin. Kjo është marinim. Patjetër. Një salcë marinuse tani, do t'ju tregojmë avash edhe hapat e tjerë të punës. Sikur se kam dhe erza. Dhe piper. I përzijem. Pra është një marinad. Po. I lë dhe kam thelpit e hudrës. Sa po edhe erzat ndikojnë tek njëra tjetra, disa perime të stinës do t'i pjekim në furrë, disa prej perimeve po ja u tregoj çka kemi vendosur, çka ka vendosur Albana në tas, kemi qepët, patatet, kungull, shka, karota, domate, speca, bimë aromatike dhe një limon. Gjatë kohës që marinada qëndron pak edhe hudhrat gjithashtu lëshojnë aromën e tyre, perimet qëndrojnë edhe në tasin me ujë Shtoj edhe vaj akoma më tepër derisa ti ta shikosh që është e duhura. Karotat i marr dhe i pres në disqe. Unë përshtoj dhe shtimi duhet jetë duke i përzier gradualisht, që do shtë edhe pak vaj. Po.
E rëndësishme është besoj që këto perimet të gjitha të lyen mirë me këtë marinadën. Kam. Dhe specat. Specat dy ngjyrë, se gjithmonë kur përdorim gatime të tilla me fërgesa, speca me gjiz apo perime, gjithmonë zgjedhim që ti kemi të paktën dy prej llojeve të specave, dy prej ngjyrave të tyre. Më të zakonshme jeshilja edhe e kuqja. Ja kushtojmë. Pra i ndajmë në mes. Pungut. Sa ngjyra të bukura, se çfarë mund të kënaqësie të jep gatimi kur ka kaq shumë ngjyra. Jo më kot, ne jemi Është për vete. Siç e shihni, trazimi ju bën shumë mirë, marrin një Është një shkëlqim. lloj masazhimi. Aromat gjithashtu janë të forta, të erëzave, hudrës. Lyejmë gradualisht që të marinohen, lyhen të gjitha perimet. Të gjitha të i vendosim pastaj në këtë tepsi. Pra qepa, patatja tani edhe na mbetën tomatet. Edhe një limon, mendoni që kemi shtuar dhe pakës udhëtull tek marinada. Edhe limoni gjithashtu, për shije. Edhe kur vendosim atë tavën me patate, për shembull, e kemi përdorur limonin, e mban si më të buta. Dhe domatja për Dhe shembull. qëndron ajo I japim aroma. një kalim me limon dhe marr domatën sepse domatja është largoj. Shtojmë edhe pak vajin. Nga 1 ose 2 perime për secilin lloj të tyre. Ka majdanozin? Pra majdanoz të freskët, majdanoz të thatë, si të doni ju. Selino, të tillë. Egës. Dhe ja tek u bë një tas plot me ngjyra. Të shprej pak duar tu. Trazojmë akoma më shumë, duke u trazuar, përhapen aromat, kanë mundësi çdo perime që ne shtuam, marinohet Sikurse dhe të lyhet me vaj. marr disa goshtë karafili, Për të ndjerë dhe aromën e karafilit. ja. Pra, e bombardoj. Është si puna atyre antiviruseve që fillojmë, Po. ja. Ato do ta vendosim kështu në qendër. Dhe e kalojmë në këtë tavë. Tani do bëjmë gati që gjithë tasin ta shtojmë tek tepsia. Nuk ka nevojë ta lyejmë. Nuk më duhet një Tepsi me tavë vaj. madhe, sepse duhet të ketë shtresë. Nëse do jetë vetëm ajo një tavë madhe dhe fare, një shtresë apo më holla, do thahet. Pra, ne na duhet të ketë lëngjet. Nikësi që ke, shtoja. Shumë mirë. Të lumshim duart.
në qendër, një domate, bashkë me gozhdët e karafilit, dhe tava është kjo. I përmbledhim së bashku produktet, erëzat të tjera në fund. Shpresojmë që ti kemi marinuar mirë, sasinë e kripës ta kenë të duhurën dhe gjithçka do të piqet për 20 minuta. 2 patate, 2 kunguj të njom, 1 qep, 3 karota, 2 domate, 2 speca të kuq, 2 speca jeshil, 1 dek selino, 4-5 thelpinj hudhër, 2 filxhan kafeje vaj ulliri, 2 lugë supe uthull, 1 tufë majdanos, krip, piper i zi dhe rigon. Sigurisht në fund që të mos na thahet, do të shtojmë dhe pak siç kemi ujin e perimeve. Edhe pakës. Dhe çik krip në sipërfaqe se është ajo, po. Prekja e fundit. Në fund fare dhe në furrë, në sa gradë. Unë e kam vendosur të 220 për sa? Për sa minuta jo e dini ju, sepse gjithë secili di furrën e pjekjes vet. Ne do ta lëmë diku te 40 minuta, 40-45 minuta. Nëse keni hapësira e tavës është më e madhe dhe është më i ulët niveli i perimeve, normalisht kërkon më pak. E tham, vendose në furrë, ndërkohë dhe e vendos. Unë tregova pak më herët që dita e sotme është të shpallur si dita ndërkombëtare pa dieta. Ne kemi përgatitur një material, ju ftoj që ta ndiqni dhe të kuptoni diçka më tepër rreth kësaj dite, sepse është quajtur dita ndërkombëtare pa dieta, jo se do ndërpresim regjimet e dietat, madje sot nuk përdoret fare fjala dietë, por stil jetese apo regjim ushqimor. Gjithsesi ne i referohemi kësaj date. E kemi insertin, pasti ofertën e sotme të Prostatol dhe do të rikthehemi me recetën e dytë. Çfarë gatuajmë në pjesën tjetër? Kemi gjell me mish me energjik. Mish me energjik, duhet të jetë shumë i shishëm. Ju presim. Biliona dollar shpenzojnë çdo vit për programe dietike, ilaçe apo me libra mbi dieta, motiv që 6 maj është shpallur si dita ndërkombëtare pa dietë ose No Diet Day. Kjo dietë përfaqëson një periudhë rreth 5 muaj nga festat e fundvitit. Kanë kaluar 5 muaj nga këto festa dhe pjesa më e madhe juaja kanë bërë mjaft dieta gjatë kësaj periudhe për të humbur kilogramet e fituara. Në fund të fundit, vera është gati duke ardhur dhe 5 muajt e kaluar janë përdorur zakonisht për të hequr peshë të mjaftueshme, për t'i dhënë mundësi vetes tuaj të dukeni fantastik me rrobat e verës. Një përkushtim i tillë meriton njohje dhe shpërblim. Dhe kjo është arsyeja pse No Day Diet ekziston. Për këtë fest, i tharët janë të lirë ta lënë veten të lirë në prangat e dietës së tyre dhe të shijojnë një ditë liri të lavdishme. Po kush është historia e ditës pa dietë? Ka pasur një lëvizje vitet e fundit për të larguar tek mjaft njerëz turpin që zakonisht lidhet me të qenit më pak se trup i përsosur. Imazhet e photoshopuara nga fotot e gjetura në revistat e modës dhe bukurisë janë shënuar si një shkak i drejt për drejt i një shembulli në rritje të çrregullimeve të ngrënies tek të rinj. Imazhet që janë ofruar kanë qenë të shoqëruar me llojet jo reale të trupit dhe dietat jo të shëndetshme, të rrezikshme, madje me pasoja fatale për jetën. Në vitin 1992, Mary Evans Young filloi ditën ndërkombëtare pa dietë. Young ishte drejtoresha e grupit britanik Diet Breakers me Amerikën jugperëndimore si Kalifornia, Teksasin, New Mexico dhe Arizona. Në vitin 1993, feministët në shumë vende të botës globalizuan ditën ndërkombëtare pa dietë. Një gjellë e shpejtë tani me mish, me qep dhe me energjik. Do të ndihet aroma e energjikus të thatë, mund të përdoret dhe i freskët, po dihet që ky thati ka më shumë aromë të fortë. Nëse e doni ta ndjeni aty në gjellë, po lexoj pak produktet derisa Albana të përgatisi qepën për ta ngrirë atë në copëza të vogla. Mish me mendër ose me energjik, se është e njëjta fjalë, bëhet fjalë për të njëjtën erëz. 4 racione mish, sipas dëshirës, sipas numrit të antarëve në familjen tuaj, 2 tufa mendër të freskët, 2 qep mesatare, 4 lugë gjelle vaj ulliri, krip dhe piper i zi për shije. Tani, për energjikun mendër
mente, në jazmë, se që Pra, edhe një fjalë mentja tjetër. ka një problem. Mentja dhe mendër nuk është njësoj me energjikun. Mentja është hyn gjithmonë vetëm në pije dhe në ëmbëlsira, kurse në energjiku mendër dhjozëm, atëre në jazëm është i njëjti. Pra mente dhe mendër, se janë të dyja kemi ndryshimin. Dhjozma, mendër është gjethe me e madhe, me i gjërë, mund të jetë edhe e vogël fare, sepse janë varietetet që ndryshojnë, kurse mente është tjetër gjë dhe ka aromën e ka më ndryshe. E ka tamam mente. E lëm aromën e mentes dhe shtoj pakos fare, se kam shuar dhe më përpara, vaj bimor. Kam qepën, 2 kokra qep, që e lë të nxehet pak, jo të digjet, po të nxehet, sa të ngrohet vaj. Kam mishin e vicit që e kam prerë në kubik. Se të doni ju mund të aprisi, se formë trumbulla këtu ki hapim dot. Thjesht edhe mënyrë shregull, po më jafton që tjetë në kafshatza. Kam kripën piperin, mendër e freskët dhe e thata jep akoma më tepër aromë, kurse e njoma është për t'i dhënë atë në fund fare atë shijen e duhur edhe ngjyrën. Nuk harojmë dhe nuk bëjmë asnjëherë gabim, nuk shtojmë salzomat ose piper të kuq, sepse është një gatim që kërkon vetëm këto përbërës. Prandaj dhe quhet mish viçi me mendër. Marr dhe shtoj qepën. Pra na duhet vetëm kjo zhurma e lehtë. Nëse do kemi atë zhurmën e fuqishme, do thotë që mos e shtoj qepën se në të parë direkt do të marrë atë ngjyrën kafe. Janë ato raste kur gatimi na flet. Po. Zbusim pak qepën. Një përzierje, mund të bëjmë vetëm një ndryshim, sepse e mba në vetë këtë ndryshim dhe gjithmonë ndryshimi është gjithmonë diçka e mirë, thjesht pak ose fare sheqer, sa për një karamelizim. Kaq, pastaj të tjera do të jenë siç janë të shkruara. E përzije. Dhe do t'i vë kapakun. I shofim mishin në një copë këdjami, në një... E largojmë. Gjë që s'na duhet, se kubikët tani duhet jenë mesatarisht të tillë. Do t'i ngjyejmë pak me herzatona, me nenegjikun. Piperin në krahun tjetër. Pak ose fare. Piper. Vaj. Dhe i lë të marinohen. Kush e ka qef nenegjikun, kjo është një recetë shumë e mirë, shumë e shijshme, ka një aromë mirë në fund, shumë të këndshme. Dhe dihet që kur kemi treguar përdorimin e mishit të qingjit edhe nga jugu që përdornin dhjozmën me shumicë për të hequr ato aromat, po edhe për yndyrën që përmban, duke sikur ka një lloj ekuilibri. Largoj, sepse mua nuk më duhet që të bëhet qepa, sepse mishit e qepa do bëhen bashkë. Pra kërkon kohën. Është ajo pjesa e parë. Sa të parë. bëhet mishi, do të shtoj. Trasojmë. Në datë që duam me të freskët, në dash marrim me pak nga nenexiku i njom. Nenexikun e njom, ne e shtojmë në fund fare. Po. Sa për ta freskuar pra, këtë jetë një shpëlarje. Por që kërkon sërish, e kërkon me shumicë. Ja, shifeni. Ansoret. Dhe shtoj. Edhe lëngun. Unë kisha lëng mishi të gatshëm. Sa aromë freskë, sa aromë mirë. Vetëm se kur e gatuem, nuk ka të njëjtën aromë të fortë sa i thati. Do t'ja shtojmë në fund edhe për ta dekoruar pak pjatën, edhe për ta ndjerë freskin që na jep kjo bim, që përdoret edhe në çaj, që përdorim edhe në ujin e përditshëm për ta aromatizuar ato, freskuar dhe sigurisht për të marrë të gjitha
ato vlera ushqyese që ne kemi treguar her pas here, me të cilën energjiku i lëshon tek uji dhe ne i marrim përmes tij. Kështu që është një arsye më tepër edhe për ta përdorur pse jo edhe në gatime. Ta mbaj unë këtë gjetën se ta bash patjetër, shumë mirë. Mund të krijojmë. Një sekondë do të marr. Disa të tilla. Po. Do t'i vendos në një kane të dyja këto, që të bëj një detox. Shumë mirë, lër disa për gjellën edhe patjetër, direkt pjesën tjetër bëjmë një detox, siç e tham. Për ta nisur ditën, mund t'i shtojmë aty kastravec, mund t'i shtojmë këto gjethet pra të energjikut, në një fetës limoni dhe ja tek është ajo kana e përbashkët familjare ujit që ne konsumojmë gjatë ditës. Mos harroni, bëni sepse ju ndihmon shumë mirë edhe në tretje, ju mban të hidratuar më gjatë. Po deshët për të marrë gjithë, le them, hidratimin e duhur, çdo qelizë e trupit ton, nëse ndodh që nuk jemi mjaftueshëm të hidratuar, kam dëgjuar që te gota e ujit mund të shtojmë vetëm një prekje të vockël 2 kokra krip. Bën të mundur që uji të depërtojë më në brendësi të qelizës dhe ne të ndihemi më të hidratuar. Albana po demonstron këtë që sapo tham, në kanën e ujit ne po përgatisim një kanë të vogël. Në kanën e ujit pra të shtojmë gjethet të energjikut, fetës za limoni. Kush nuk e do ato aromën e kastravecit në ujë, mund të mjaftohet me këto të dyja, sepse është vërtet një detox shumë i mirë, një pastrim shumë i mirë, një hidratim shumë i mirë, pse ta pim ujin ashtu thatë. Ju, a keni vënë re për shembull, nëse ne duam të konsumojmë dietë që e vendosim në frigorifer, mbas frigoriferit e lëm në ambient dhe shumë e mirë është kur ne duam që ta konsumojmë, për shembull të kemi një shije pak sa më të veçantë, jo në përditshmëri, patjetër lagën buzët. Atëherë ja. Ose e derdim pak kështu. Jo, nuk e. Okej. Pra njohim këtë pjesën e është ajo që tham që është si puna e margaritës. Pjesë e margaritës, pra te gota dhe e konsumojmë, marrim edhe natriumin. Ka që është mbi uji deporton më brendësi qelizës. Kjo është arsyeja, ose mund ta shtojmë edhe pak aty kush u derb. Mund ta shtojmë tek gota ose tek buzët në një mënyrë shumë e mirë. Pastaj ato që vuajnë edhe nga tensioni ulët, këtë sasinë e kripës, pra shumë pak, një prekje të dy gishtave, majat e gishtave me krip, por gjuhës, në mënyrë që të ndihmojmë për tensionin e ulët, që ka dhe ajo shumë faktor. Tani gjethet e tjera, do na duhen t'ja shtojmë në fund fare pasi të ketë zier edhe mishi, sepse na duhen të qëndrojmë pak me këtë ngjyrën e jeshile dhe të freskëta. Goxha, më duhen gjethet të shumta më duhen. Thjesht lë vetëm një kuror të sa për dekor në fund të pjata. Dikush i ka në vazo në balkon, dikush i mbledh, i than, dikush i ruan sipas mënyrave që kemi treguar në mënyrë të vazhdueshme edhe për bimët e tjera aromatike. Mjafton tharja të jetë në vend në hije. Në hije. Të ketë dritë, po të jetë në hije. Do thoni ju të ketë dritë edhe në hije, unë e di shumë mirë që janë visat e din këtë gjë sepse merren po në balkon, për shembull, jo gjithë balkoni mund të jetë. Për shembull, ne kur shkojmë plazh, ne a duam të marrim rrezet e diellit? Po ne a futemi në çadër, pra ne i marrim në çadër. Kështu duan edhe që të thajmë bimët aromatike dhe i jap një gëzhgëzh me thik. Drejt për së drejti në diell ja shkarkon komplet vlerat ushqyese, kështu që duhet të tharë vetëm në hije. Plus e ke parë që ndryshojnë edhe ngjyrën. Hidrat, po, erësohen, sepse vitamina e tyre oksidohet edhe ndaj marrin një ngjyrë më të errët. Ne kemi gati për ta apritur deri në fund, kështu që bëjmë atë shkëputjen tonë të reklamave, të zjejë dhe mishi, sepse do t'i duhet kohë e vet për t'u zgjerë. Do të bëhet. Rikthehemi pas publicitetit, duke përfunduar recetën e mishit me energjik dhe po ashtu do të kalojmë tek receta tek supa. Kemi një supë në fund për ta mbyllur. Kështu që ju presim pas reklamave. Mirë, rikthyehet në kuzhinë, po vazhdojmë të përgatisim recetat tona, do të
Tregojmë tani se si të përgatisni një supë me këtë lakrën e kuqe. Do t'i tregojmë fillimisht produktet, do t'i lexojmë së bashku. Çfarë ju duhet për përgatitjen e një supe të shpejtë, të thjeshtë, të shijshme, të shëndetshme. Regjia na ndihmon me produktet. Albana po bën gati lakrën duke e prerë atë në copëza më të vogla. Duke e mbështjell si sallata. Duke mbështjell gjethen. Në mënyrë e grirë në copëza cilindrike ose role. Po, t'i tregojmë pak nëse kemi recetën e shkruar dhe të fillojmë nga puna. Supë me patate dhe lakër të kuqe. Pra, 400 gram lakër të kuqe, 2 patate mesatare, 1 qep e bardhë ose qep e kuqe, 2-3 lugë vaj ulliri ose gjalp, 1 litër lëng perimesh ose ujë, 200 ml pana për gatim, krip dhe piper për shije, pak uthull molle ose limon për ta freskuar dhe për t'i dhënë shije në fund supës. Atëherë, qepën, ose në rende, ose në blender. Me pak lëng mishi. Marr dhe kaloj një pjesë të lakrës. Sërish në blender. Tani do ta kaurdisim pak. Dhe masën tjetër, në momentin që unë shoh që vaj ka marrë nxehtësinë më tepër, bëj këtë veprim. Shtojmë dhe lëmë që të zbutet të kaurdiset. Dhe e lë që të bëhet. Pjesën tjetër të lakrës e kemi Lakra e për më kuqe vonë. nuk kërkon kaurdisje. Është gjithmonë një ushqim dietik faktikisht. Por jo vetëm. Ka ujë vetë. Të shërben shumë mirë për sallatrat. Po. Është gjëja më e mirë. Përdoret si puna e japrakut, qëri me mbledhim. Turshia është gjë pak sa e veçantë, sepse kërkon lakrën tjetër, jo këtë të kuqen. Pra janë disa ushqime shumë specifike që përdoret. Jo në të gjitha përdoret kjo lakrë e kuqe. Pra është ajo lakra që është si laramana e kuqe. Dhe lëngu i asaj lakrës, që është rasoi, është lëngu më i mirë që shërben për mërcinë, e themi të bardha, por më e veçanta është ajo lakra laroshe që është e kuqe. Për mëlçin, për stomakun, për ata që vuajnë nga Helicobacter pylori, ky bakteri i stomakut është shumë më mirë. Marr dhe e shtoj. Fillon dhe ndryshon ngjyrë, jep një ngjyrë në lejla. Kur ne duam të lyejmë vezët, del ajo ngjyra boqella, siç e bën radhën e kaluar që ne i pam. Ngjyrë lila është, sepse ka marrë këtë lakër e kuqe, sepse ngjyra lila është e tillë. Ne themi lakër e kuqe, gjë që ka pigmentin boqell më shumë. E kuqja dhe boqelli japin një ngjyrë të tillë. Te pam edhe tek vezët kur ngjyrosën me lakrën e lejla ose të kuqe, vezët e pashkëve, pam që ato dolën si ngjyrë boqelli, blu erët. Tani, lëm të vazhdojmë punën zjerja e lakrës. Ju si që pat, unë kisha edhe qepën e kisha brënda në ujë të ujë patateve. Të ujë patateve kisha shtuar kripën,
sikurse dhe uthullën. Gjë që do të thotë që unë sërish do ta shtoj uthullën ose limonin në fund fare për t'i dhënë atë shijen e veçantë. Ndihmojmë dhe me lëng, se ujë. Pra, bëj gjithçka që të jetë më e shpejtë dhe më e duhur. Sërish Kështu edhe përshpejtojmë zjerjen. Po. Shtojmë dhe ja tek e shohim lakrën e kuqe dhe patatet. Një pjesë e lakrës është grirë në rende bashkë me qepën, pa ashtu dhe patate, një pjesë tjetër e lakrës është lënë në copza që të ndihet shija e saj. Dihet që do të presim të zije vetëm pak patatja dhe pak të zbutet lakra, duke qenë se është një perime që konsumohet kështu, ka nevojë që të ketë zjerje të madhe. Masën e kripës, sikurse masën e piperit pakës. E lë të zijej. I bëm kapakun. Lëm të zijej, kemi rregulluar shijet e erzave edhe të piperit, ndërkohë limoni. Limoni bën që ne të përthithim akoma dhe më mirë pastaj. Po ashtu shihen, po ashtu edhe vlerat që ka lakra. Tjera perime kemi në furr, të cilat i kemi organizuar me ngjyra të ndryshme për të patur një drekë të shijshme, edhe një supë po ashtu shoqëruese të dyjave, shkojnë shumë mirë në kryes, edhe tava me perime që përgatitëm, po ashtu edhe supa. Tani e ndihmojmë. Shtoj lëng limoni ose uthull, që ko kemi një ndrim direkt ndryshojnë ngjyra. Nga të ngjyrës. se oksidohet. Do ta lëmë kështu siç është apo do ta kalojmë përsëri në blender? Në blender. Okej. Do të jetë një supë kremoze. Grilja, siç e thamë edhe një herë, patateve në atë formë u bë për të shpejtuar zjerjen, sepse gjithë kjo masë të tenxherës do të kalojë në miksimin këtu në blender. Një është pak e nxehtë ndoshta. Se dhe këto pajisjet nuk rekomandohet që të përdorim ende të nxehta. E marrim me garuzhde. Po, e shtojmë. Ta shohim më mirë kështu. Aq, për një pjatë. Vetëm për një pjatë që të kesh edhe hapësirën. Atëherë mendoj se doli më shumë lëng, se na duhet të ketë edhe patatet, se lëm pak. Ne japim formën kremoze. Sigurisht. E shojmë në maksimum. Ta ndihmojmë me pak pana, besoj, që të japi atë kremozitetin. Tani kaq, po. Kemi. E largojmë dhe e vendosim sërish, e vendosim sërish në tenxhere. Në vazhdoj të zjej edhe pak Po. për patatet. Sa po të fluskoj, do të jetë gati për ta konsumuar. Do të shtoj gjysmën e panës. T'i jap
kremozitetin e duhur. Tani ka marrë një ngjyrë shumë të bukur. E lëm sa të trashet pak. Shumë mirë, shkon. Me bukë të thekur, me kubik, me chips, me patate që ne mund t'i bëjmë vetë shumë mirë, nuk harrojmë edhe tavën, sepse duhet jetë e lëngush dhe jo e fatë. Tu kemi dhe farat e susamit, që ndoshta i ke menduar për t'i shtuar tek supa. Hapim pak vend dhe do të sjellim edhe tavën, duhet të jetë gati, besoj, që të mos na thahet shumë. Nga perimet që kemi vendosur, jo, po ka akoma më shumë lëng, po e lëm edhe pak. Lëngjet e perimeve, pak ujë që i shtuam ne, që të mos thashe, servirim fillimisht supën dhe më pas marrim edhe tavën e perimeve. Lexojmë edhe njëherë produktet, edhe kombinimi i ngjyrave duket shumë bukur, siç e kemi thënë që ne i kushtojmë një rëndësi, sepse edhe pamja e pjatës flet edhe na josh më shumë për ta shijuar atë. Një supë e tillë kremoze duke i shtuar në fund fare kurën e limonit, pak pana, pak fara susami. Tani është ai momenti preferuar që ne duam shumë kur bëjmë servirjen e pjatave. Aty pastaj kryejmë atë botën imagjinare, grafikun imagjinare. Kemi farat e susamit që i shkojnë më së miri, mund t'i shkojnë farat e kungullit, si të doni ju. Ja dhe shija që pra ka një shije të veçantë, me pak osfare krip, pak osfare piper, që t'i japim atë shijen e veçantë, po duhet edhe në një gjethe nga Nenergjiku dhe kemi gati për ta shijuar të supë. Të bërë me lakër të kuqe, me patate, qep dhe pak pana. Lëng mishi nëse keni, ose lëng kockash, ose lëng perimesh, ose thjesht ujë, dhe ja servireni, shërbeni kështu kaq bukur. Duket shumë e mirë. Sa vjen dhe këto supat më pas edhe trashen, sepse mpiksen dhe duhet të konsumohen të ngrohta. Kështu që keni në vëmendje këtë pjesë. Farat e susamit ose farat të tjera që ju keni në shtëpi ose që i dëshironi, edhe lëkurat e limonit gjithashtu. Kalojmë tek receta e mishit me Nenergjik. Dhe shtoj Nenergjikun e freskët tani, gjethet e Nenergjikut të freskët, ndërkohë gjatë kaurdisjes e kemi shtuar edhe Nenergjikun e thatë, këto gjethet i japin tjetër ngjyrë, tjetër shije. Mi përtëm pak edhe pjatën edhe lugën. Servirim edhe mishin me Nenergjik, shofim së bashku një recet të thjesht, i lexojmë së bashku produktet, sa bëhet gati dhe servirja e pjatës. Kemi 4 racione mishi, mishviçi, 2 tufa me ndër të freskët, 2 qep mesatare, vaj ulliri, krip, piper, për të rregulluar shijen dhe mos harroni shtojini edhe Nenergjik të thatë, sepse aromat janë më të forta, kur Nenergjiku i thatë është në kontakt me nxehtësinë, me vajin e nxehtë, kështu që ju shijon më shumë edhe keni një aromë shumë të mirë në gjellë. E freskojmë në këtë formë, nëse keni mishin e freskët, nëse keni edhe Nenergjikun e freskët, hajde, çfarë kombinimi. E vendosim këtu. Pjatat tona, jo vetëm si pjata, po edhe ato që ka përmbajnë brënda, sot janë plot me ngjyra. Se duhet të sjellim vetë ngjyrat kur jashtë mungojnë. Do ta sjellim edhe tavën Albana.
ujin me nenergjik dhe limon për të pastruar organizmin me disa kokra kripe në buzët e kanës apo të gotës tuaj, si që shpjeguam, dhe ja tava tjetër me ngjyra plot për drekën e sotme. Si mendoni? Besoj se nuk ka drekë më të shëndetshme se sot. Unë do t'i marrë me radhë, tani nisëm me tavën me perime, çfarë kemi shtuar dhe si e përgatitëm. Në një tast, fillimisht i lam mish plam me uthull me pak krip, më pas në tastin tjetër bëm atë marinadën, nga perimet zgjodhëm 2 patate, 2 kunguj, 2 qep, 3 karota, 2 domate, 2 speca të kuq, 2 speca jeshil, një deg selino, 4-5 thelpinj hudhër, këtu kemi filluar tani me marinadën e perimeve, pra në një tas tjetër përziem hudhra të shtypura, 2 filxhan kafeje vaj ulliri, 2 luk supe uthull, 1 tuf majdanos, krip, piper dhe rigon. Në këtë mënyrë shtuam perimet të prera janë në forma të tilla, i marinuam mire, dhe pas e vendosëm në tepsi për tu pjekur. E donim që tava t'jetë me lëngje, shtuam edhe një gotuj, dhe tani përzgjedhim perimet, sepse nëse nuk do të shtonim ujë, ato do të thaheshin edhe nuk do të shijonin njësoj. Por, të diçka që është akoma edhe më e duhur. Dhe ky lëngu që keni, shumë shtoni fare, kur të ftohet pak, shtoni fare rakia. E vendosin në kubikët e akullit dhe keni konsum për tek supa. Po, e të shtojmë her pas here me ato kubikët e akullit. Super. Super ide. Lëngjet që ju teprojnë nga çdo gatim. Mishi gjithashtu dhe perimesh, mund të përdorin në kubik të tillë. Mund të shtoni pure patate, mund të shtoni miell misri. Po. Ja. Që t'jenë të servirura. Që do të thotë, e nisim me supën, drekën, pastaj kalojmë tek perimet, në fund fare gjatë ditë do të konsumojmë ujë me nenergjik dhe me limon. Gjella gjithashtu është fantastike që mund të konsumohet edhe pret që të konsumohet edhe një ditë më pas, po ashtu dhe perimet që kanë plot ngjyra, shije, vitamina e shumë përfitime të tjera, të cilat mund të konsumohen edhe një ditë më pas, përveç se supës, e cila mpikset ajo dhe do të konsumohet e ngrohtë. Perimet janë më të mira të konsumohen kur janë të ftohta. Mishi i vatët patjetër, kurse supa patjetër që kërkon që të ftohet, jo në frigorifer, por të ftohet në temperaturën e ambientit. Po. Ne përfunduam me punët e kuzhinës, të lumshin duart, e ke qarë sot tryezën, plot ngjyra, shije dhe shumë josh se tryeza jonë sot. Do të shihemi nesër, receta do t'i gjeni patjetër në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli, me emrat përkatës për secilën dhe me fotot që i qanë edhe fotot Albana. Sepse ditët tona duhet jenë të tilla. Me ngjyra. Me ngjyra duhet jetë edhe mendja, se pas pak do të flasim për mendjen tonë, mënyrën se si ka ca mistere ky efekti placebo. E ke dëgjuar këtë efekti placebo? Si është të shërosh me ilaç pa ilaç dikë dhe të ndihet sikur ka përmirësim, apo të bësh një injekcion diku në një të sëmur dhe ai mendon se i ke shtuar një ilaç, por ndërkohë aty s'ka patur asnjë gjë, po thjesht ajo ideja që okay, bëra ilaçin dhe u shërova. Ç'është ky misteri thellë? Po, për efektin placebo 2 sekonda do të markoh vetëm. Në kohën kur bëheshin torturat, në kohën e nazizmit, patjetër morën dikë, e vendosën në një dhomë që ishte e lyer gjitha me gjak, gjë që nuk ishte me gjak, dhe i thanë që ka qenë njeri i futur me lebroz këtu. Ai që u fut brenda në ekzekutim nuk ekzekutuan, thjesht ai nga efekti placebo psoi dhe vdiq nga lebroza. Edhe shumë raste të tjera. I diskutojmë pas pak me psikologen Ema Bruci, me cilën do të flasim edhe për ankthin. A mund të shërohet trupi vetëm se është duke menduar që po merr një trajtim të caktuar, a është mendja jonë kaq e fuqishme sa të ndikojë mbi dhimbjen, mbi ankthin apo mbi probleme të tjera? Sot flasim për një fenomen sa të habitshëm, aq edhe misterios, efekti placebo. Pas pak do të kemi telefonatat tuaja, ju pres të telefononi për ankthin me psikologen Ema Bruci, që e keni kërkuar kaq shumë dhe ne kishim kënaqësi sërish ta sillnim në studio. Mirë se erdhe Ema, kënaqësi që je këtu. Kënaqësia është e imja për të gjithë dëgjuesit kudo që janë. Je një moderatore e suksesshme, një gazetare e suksesshme që lë vend për të folur edhe për të treguar se çfarë vlerash ka ky emision. Shumë faleminderit për vlerësimin.
Është kënaqësi ta dëgjoj edhe nga një psikologe si ju. Jo për të kthyer reston tani, por realisht kur kemi patur emisionin e fundit për ankthin, shumë telefonata që ngelën pa u marrë përgjigjen, shumë të interesuar në rrjetet tona sociale për të folur për këtë fenomen kaq madhor, që ka marrë kaq për masa. Por ndoshta njerëzit pas kanë kaq shumë nevojë të flasin edhe të kërkojnë ndihmë tek psikologja. Besoj se kemi arritur deri diku qëllimin, her pas here do të kemi mundësi të lëmë hapësirë qytetarëve për të telefonuar dhe për të dëgjuar fjalën tuaj në lidhje me ankthin dhe problemet e tjera të shëndetit mendor. Ju bëuni gati për çdo problem që keni, Ema është në dispozicion për t'ju dëgjuar dhe për t'ju dhënë këshilla se si të menaxhojmë ankthin. Do doja ta nisja me këtë efektin misterios të placebos. Shumë njerëz ndoshta edhe nuk e kanë dëgjuar, por le ta shpjegojmë çfarë është ky efekt. Placebo ka filluar rreth shekullit 18, pastaj në 19 filloi të merrte për masa dhe të vijej në jetë. Eksperimente të ndryshme janë bërë. Unë mendoj që ka të bëjë shumë me psikologjinë e njeriut. Po. Është proces psikologjik. Pra, si ta kuptojmë? Më bukur do ta jepni me shembuj. Për shembull, kemi raste të pacientëve të cilët marrin një ilaç për gjumë, një valium për një kohë të gjatë. Dhe na mungon valiumi. Është një për të njëjtën formë si tablet, po brenda ka. Nuk është valium, nuk është valium, po medikament ose po, jo një medikament që i ngjan aty. Dhe ja jep dhe tjetri mbyll syt me një herë thot faleminderit u qetësova. Sepse ka menduar që ka pirë valiumin. Sepse ka menduar që ka pirë valiumin për një kohë të gjatë. Sepse dhe vetë efektet e medikamenteve, duke i marrë ato për një kohë të gjatë, humbin vlerën e tyre dhe nuk janë efikas për të dhënë rezultate. Por në psikologjia njeriu thotë që unë pak të medikament nuk mund të fle. Gjë e cila na bën ne të mendojmë që e duam patjetër. Ose kemi raste të shumta, sidomos unë që po merrem me çështjen e ankthit psikologjike, që tjetri mendon se duhet të kesh pasur shumë raste të tilla. Që unë pa marrë këto ilaçe nuk mund të qetësohem se po mos e marr do të vdes. Dhe kur i ka lënë ato thot wow, nuk më besohet se wow, si ka mundësi, nuk më bëjnë asnjë punë. Pra, është pikërisht psikologjia e njeriu që mendon që kjo është zgjidhja e jetës time. Ka patur dhe raste akoma më ekstreme ku nuk është bërë një ndërhyrje, një operacion, po thjesht sa është gërvishtur pak çfarë lëkura dhe pacienti ka menduar se është operuar dhe është shëruar, po imagjino çfarë fuqie ka mendja jon për të mundur dhimbjen dhe për të qenë mbi atë fizike. Shumë e saktë. Unë kam pasur një rast të një zonje e cila thoshte se kam një dhimbje të jashtëzakonshme dhe po ku e ke dhimbjen, jetonte në Itali, e kam dhimbjen këtu, në gjokë, këtu më shtrëngon dhe është një dhimbje që më ri natë dhe ditë, 24 orë. Dhe i them djalit të vet, pasi e dëgjova gati një orë e gjysmë, do shkosh në farmaci në Itali dhe do të marrësh një paracetamol, do t'i thuash ma ka dhënë psikologja nga Tirana dhe këtë do t'a pish. Tha, po do të qetësohet. Mendoj, thash, që nuk ka dhimbje të tillë nga ankthi 24 orë që ti dhëmbi dhe jepjani që të qetësohet. Sa? Jepini, thash, 6 kokra në ditë. I mori 6 kokra edhe më morin telefon, tha jam shumë mirë. Nuk kam asnjë dhimbje. Tash ti tha mund të them tha që je më e mira në botë. Pacientja nuk e dinte se për çfarë ilaçi se paracetamol. Jo, nuk e dinte. Ilaçi thjesht, po mori e pasi ka qenë medikament shumë i rëndësishëm. Edhe sa të tilla ka në fakt. Nëse keni ndonjë histori të tillë me familjarët tuaj, mund të na telefononi po ashtu për të pyetur edhe për ankthin. Tani është linja e lirë, mund t'ju presim për të komunikuar. Për të kaluar tek ky fenomen edhe tek kjo pandemi që ka përfshirë mosha të reja, mosha të mëdhaja, te fëmijët dhe ju merreni çdo ditë me ankthin. Me njerëz çfarë po vini do ta filloja me fëmijët e vegjël. Pse do ta filloja? Sepse kam pasur brenda këtyre 10 ditëve 6 raste të fëmijëve të vegjël, 12 vjeçar. Duhet pasur një kujdes i veçantë edhe nga prindrit, sepse kemi një bullizim të jashtëzakonshëm në familje. Pra,
prindrit nuk arrin të kuptojnë, sigurisht që nuk kanë informacionin e duhur dhe bullizojnë fëmijën e tyre duke thënë çfarë ka. Kisha një rast të një vajze e cila qante pa pushim dhe thoshte po të njëjtat fjalë. Dhe prindi ishte shumë i shqetësuar dhe nuk e kuptonte që duke i thënë fëmijës që po bollë se na mërzite e ke thënë 100 herë të njëjtën gjë, e bullizonte fëmijën, sepse ai desh të fliste, desh të tregonte atë problem që kishte. Fëmija ishte futur në një ankth akut të menjëhershëm për shkak të problematikave të ndryshme. Shpesh herë kam një pyetje, pse vjen ankthi? Ankthi është mos kontroll emocional. Si që kemi shpjeguar dhe më përpara. Emocionet janë të ndryshme. Vetjeta është emocion. Ne kemi 2 fëmijë. Njëri fëmijë është i ditë përballet me jetën, nuk ka nevojë për nënën, por përballet me mësuesen, me shokët, është i zoti vetes tij. Ndërsa tjetri mund të jetë një brisht, është i brisht, i cili kërkon vëmendje dhe sjellja e prindit duhet të ketë njësoj me fëmijën e parë, sepse përmendet shumë mirë pjesën e bullizmit në familje, se ne kemi diskutuar bullizmin në shoqëri, në shkollë, jashtë dyerve të shtëpisë, por bullizmi fillon aty, që tek fjalët që përdorim, mënyra se si drejtohemi njëri tjetrit me prindrit, por edhe me fëmijët. Le të lëm kohën tani hapësirë telefonuesve, sa të jenë të shumë. Përshëndetje. Ju lutem, kush na telefonon të na dëgjoj vetëm nga telefoni, në mënyrë që komunikimi të jetë më i pastër edhe të lëm hapësirë dhe kohë telefonatave të tjera. Ju dëgjojmë. Mirëmëngjesi, Miki. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, them të Toreshës. Po, faleminderit që telefonuat. Keni një pyetje për psikologen? Përshëndetje. Faleminderit juve. Po. Tani flasë unë flet ajo tjetra, kush flet? Nuk po ju dëgjojmë edhe një herë? Përshëndetje të thash. Po, përshëndetje të dëgjuam, mund ta bëni pyetjen tuaj. Përshëndetje, po, faleminderit. Tani unë jam afërsisht në moshën si kam bërë 70 vjeçë. Po. Po. Edhe vullën e diabeti, nuk e kam plak, e majnë kontrol telefon, konkretisht sot, pasi hëngra një flet buk, se do pija ilaçe, se jam me tension me gjitha, me zemër me gjitha, kjo më del për ditë, kjo më blokohet mas 10 minutash që kam njezi, më blokohet kranuri, më shtrëngohet. Dhe ju doni të dini tani se është një problem që vjen nga, le themi, sëmundja juaj, diabetit, apo një problem psikologjik? Këtë po doni të dini? Jo, nga diabetin e kontrollojën. Atëre të falenderoj, zonjë, për pyetjen tuaj. Unë e kam shpjeguar shpesh që ankthi godet 9 organet të shëndetit fizik. Në fillim na duket sikur jemi të smur, po në fakt nuk jemi të smur. Edhe ky është efekt placebo apo jo? Jo, është fillimi, kur ankthin vërtet, edhe ne e ndjejmë, kemi marrje mendsh, kemi shikim të turbullt, kemi hutesë, kemi harres, kemi zhurmë në vesh, kemi mpirje të gojës, por ama ne nuk jemi të smur. Pra, të gjitha këto ndikime na vijnë nga ankthi. Kemi problem me stomakun, kemi problem me zorën e trash, diare ose kapslëk, por ama, në rastin kur ne sëmuremi, atëre, sepse gjatë gjithë kësaj kohë ne nuk kërkojmë ndihmë, atëre njëri nga organet, ai më i dopti, pra gjendet vendi më i vështirë, fillon të na smuret. Diabeti është një nga sëmundjet më të rrezikshme kur lidhet me ankthin, sepse edhe vetë diabeti është emocional. Edhe ankthi është emocional. Ata jetojnë luhatje të sheqerit. Dhe jep luhatje të mëdhaja të sheqerit, kur ne jemi edhe në ankth. Zonja, për shumë konkretisht çfarë mund të bëjë, ndërkohë mi vendosni të gjitha telefonatat që vinë rishtazje, që ne ndërpresim direkt bisedën për ju. Presim një tjetër telefonat. Ema, përshëndetje. Ju dëgjojmë, mirë se erdhët.
Do të lidhe me Jemi të telefonatat vinë direkt në studio, kështu që kush telefonon direkt bën pyetjen, po e sqaroj për të gjithë ata që po na ndjekin. Telefonata zilja juaj vjen direkt në studio dhe ne u dëgjojmë. Bëheni pyetjen tuaj. Dua të lidhe me doktoreshën. Atëherë i lutem bëheni pyetjen se po ju dëgjojmë, jemi në studio. Përshëndetje doktoresha. Përshëndetje. Bëheni pyetjen zonjë se ju dëgjojmë. Se mos marrim po telefonatave të tjera, ju lutem. Po flas. Kam djalin 28 vjeç. Po? Edhe po bën 2 muaj që më shargojnë puna, i bëri një disa të puna. Edhe i thiri në rrës të veshit edhe të shpatula. Po? Edhe i ishë fiksuar ka një dhe më tërë më dhëmë shpatula, më dhëmë veshin. E kemi qua në psikologë, të doktori kemi bërë rezonansën, edhe nuk i kanë thënë gjatë, do më thënë, vetë një përdredhje. I ishë fiksuar si kur kanë diçka. Si mund të zgjidhim, pra çfarë mund të ndjapim si këshill? Zonjë. Unë t'jap një duar trokitje të madhe që arritë të marrësh telefonin dhe të kërkosh ndihmë. Ky është hapi i parë. Por rëndësi shumë e madhe është që vetë djali të pranoj të flasi me psikologen. Unë e mirëkpres në çfarë do lloj ore, që në çfarë do lloj ore ai mund të flasi. E para. E dyta, fiksimi nuk është fiksim, po krijohet një mendim, quhen mendime negative, të cilat nuk janë reale, por na mbeten në tru. Dikush thot do vdes, dikush thot do vdesi fëmijët. Do ndodhi kjo gjë e keqe. Dikush thot po çmendem. Të gjitha këto, ose do më ndodhi gjë me familjen, e të tjera mendime negative, të cilat nuk janë të vërteta. Por kemi dhe mendimet të tilla, sikur do të filloj të na dhëmbi koka, po të ham buk do të mbytemi, nuk ham do të buk, po të ham buk do të na filloj stomaku, pra na krijohet një psikologji e tillë në kokë, e cila na mbyll në vetvete, na lë pa ngrënë, mbetemi të pa ngrënë, bën vaki, kam edhe raste 10 kg kanë rënë në peshë brenda një muaji se nuk kanë dot. Dikush thot nuk fle, sepse me njëherë po të fle, do të më mbytem në gjumë dhe ngrihet deri ulur. Të gjitha këto lidhen me anën qendrën tuaj ku mendon psikologjike. Prandaj, sigurisht që kërkon ndihmë, djali mund të telefonoj për të kërkuar ndihmë. Telefonin e keni falas të psikologja shqiptarve, Ema Bruci, mund t'i bini telefonin. Sepse këto janë terapi që zgjasi dhe do një komunikim, nuk mund ta zgjidhim me një minutë shpjegim këtu në studio. Mikë shumë e rëndësishme që unë ta di dhe të vlerësoj në çfarë faze është sëmundja. Pikërisht, dhe si ka kaluar, ka ardhur deri këtu. Përshëndetje. Mirë se erdhët, jemi drejt për së drejti në studio. Kush ka telefonuar? Përshëndetje. Mirë se erdhët, zonjë. Ju dëgjojmë. Ju dëgjojmë, mund ta bëni pyetjen tuaj. Ju përshëndes për emisionin. Faleminderit. Dua dhe unë një ndihmë nga psikologja. Edhe unë kam këtë anksin, zgjohem natën për shembull dhe kam frikë se nuk do më zëj gjumi. Dhe kam shumë problem këtë, po gjithmonë edhe stresin e kam shumë të theksuar. Kam filluar dhe harroj. Nuk e di çfarë mendimi do ketë. Të faleminderit zonjë, të faleminderit për pyetjen. Problemet e ankthit nuk kanë mosh, nuk kanë gjini, nuk kanë fe, nuk kanë fshat, nuk kanë qytet. Kështu që ky problem është një tjetër problem i ankthit. Ankthi jep pa gjumësi. Pra nuk është se është një mendim në kokë, po na. Do të thonë zonja tha që kanë frikë se nuk do më zër gjumi, do të flet me mendimin negativ mendimin e frikës. Pra pikërisht frika është ankth. Pra ndryshe nga çdo lloj sëmundje tjetër, frika është ankth.
Dallohet nga çdo gjë. Pra, fillojnë mendimet negative, të cilat na futin në ndjenjën e frikës. Një nga ato është kam frikë të fle, se nuk do më zër gjumi. E di që nuk do më zër gjumi. Kur ti nuk e ke provuar, a do të zër gjumi apo jo. Pra, por pse ka ardhur në këtë fazë zonja? Sa kohë ka që vuan? Me çfarë është trajtuar? Cila është diagnoza e saj? Dhe e të tjera përgjigje të pyetjeve, zonja mund të më telefonoj në numrin tim të telefonit dhe telefonin e ka pa pagesë. Edhe diçka tjetër, nëse mund të ndihmojmë, qoftë edhe nga kjo studio, pavarësisht se siç e tham, këto janë komunikime terapi të cilat zgjasin dhe në kohë nuk mund të shërojmë me një telefonat. Por a mund t'i ndihmojmë shikuesit tanë me disa teknika të thjeshta, për shembull, këto ushtrimet e frymëmarrjes, si duhet t'i bëjnë ose çfarë duhet të bëjnë në atë moment kur kanë një mendim negativ? Po, në rastin se ne jemi në ankth. Ankthi na sjell. Telefonata më thonë, kështu që ta shpjegoj. Ankthi na sjell mendime negative, të cilat shoqërohen me atak panik. Çfarë është ataku panik? Mund të kemi një puls mbi 100 ose edhe 140. Atëherë çfarë do bëjmë? Do bëjmë një frymarrje të detyruar. Pra do ta bëjmë ne për të ndihmuar veten tonë. Pra pse bëhet frymarrja? Që nëpërmjet oksigjenit ne të shtym gjakun që të shkojë dhe të na furnizojë trurin me oksigjen. Atëherë marrim frymë thellë me hund, numërojmë 1, 2, 3, 4, 5 dhe nxjerrim. Për shembull. Dhe nxjerrim me gojë. Fort. Pra me forcë. E nxjerrim me forcë. E thithim me forcë, numërojmë me mendje 1, 2, 3, 4, 5 dhe e nxjerrim përsëri. Pra se sa të shkojë në trup. Sa të kemi mundësi ta mbajmë oksigjenin. Këtë e bëjmë 5 herë, bëjmë një pushim 2 minuta, fillojmë 5 herë të tjera, bëjmë një pushim tjetër 15 herë. Ky ushtrim duhet bërë jo në ambient të mbyllur, por duhet të dalim në ajër të pastër ose të hapim dritaren edhe të marrim ajër të pastër. Pra, duhet ajër i pastër. Një tjetër gjë, e cila në rastin se ne jemi të ngarkuar psikologjikisht. Ne nuk duhet të qëndrojmë të presim që mendimet negative t'ikin vetë. Pra ne duhet të jemi ne, ata të cilët duhet t'i luftojmë këto mendime. Çfarë duhet bëjmë? Vendosim një palkufje në vesh. Me një muzikë, janë bërë prova të mëdha, është Beethoveni. Muzika e Beethovenit e ka treguar shkenca e psikologjisë nga studimet që janë bërë që është më efikasja. Megjithatë, ka njerëz të cilët nuk e njohin këtë muzikë, mund të vendosin një muzikë e cila ju pëlqen. Dhe fillojmë të ecim. Ata të cilët nuk kanë ecur ndonjëherë për 30 minuta, të tjerët që kanë ecur 60 minuta. Ecje sportive me një palkufje në vesh. Çfarë bën kjo? Për çfarë është kjo? E para, qetësojmë trurin, pra muzika, nuk lejon që mendimet negative të na depërtojnë në tru, dhe ne në këtë moment jemi të qetësuar, dhe tjetra është ne lodhemi në anën tonë fizike. Atëherë kthehemi, bëjmë një dush, dhe duhet kemi parasysh, në dush do të bëjmë një masazh në pjesën e mbrapme të qafës. Vendosim të dyja duart, njërën poshtë afër flokëve dhe tjetrën më poshtë. Dhe fillojmë të masazhojmë me ujë të ngrohtë pjesën e mbrapme të qafës. Një numër shumë i madh pacientësh të cilët vinë nga ankthi vuajnë nga dhimbja e kokës dhe bllokimi i qafës. Ka arritur deri aty sa kanë nevojë për fizioterapi në pjesën e mbrapme të qafës. Ka fazi krahërori që ri i mbledhur ndoshta për shkak të ankthit që ka. Jo, dhe pikërisht këtu janë nervat të cilat furnizojnë trurin me oksigjen, qarkullimi i gjakut. Pra këtu bllokohet, por dhe këtë ne mund ta bëjmë vetë me duar. Pra të bëjmë masazh gjatë dushit, mundësisht ecja të jetë përpara se ne të flem, që të kemi mundësi të bëjmë një gjumë të qetë. Tjetër telefonat, presim se janë shumë. Përshëndetje. Përshëndetje, ju lutem na dëgjoni nga telefoni juaj me të cilin po komunikoni, ju dëgjojmë. Mirdita. Mirdita, mirë se erdhët. Falenderoj psikologët e mendimet që gjitha këto. Unë kam besë, Ne ju dëgjojmë me shumë shkëputje. Po. Ju lutem uleni zërin e televizorit dhe bëjni pyetjen tuaj. Po, ja da.
kam besur, edhe ka një tash i ka e ka mirë, tani ka pinuar tash jo ka ftohtë, jo nuk më hahet kjo, është një gjë stresuese që çfarë të them. Vishet tani të hap, ajo vetë gjupin, vetë nuk zvishet, o bëra me nuk më hahet, çaj ka këtë gjë. E kuptuam, e dëgjojnë një përgjigjen se dhe ishte edhe me shkëputje, pra ka këto frikrat. Atere, të falemderit, zonjë, bëhet fjalë për mosha adoleshente. Deri adoleshenca sot ka shkuar deri në 25 vjeç. Pra jemi në adoleshencë. Dhe çfarë ndodh? Janë ndryshime që fillojnë që në moshën 15 vjeç, sot ka vajtur dhe më përpara, hormonale, por edhe psikologjike. Pra njeriu fillon të përballet ndryshe me jetën. Unë mendoj, pra duhet ta dëgjoj vajzën, po mendoj që adoleshenti futet në pjesën e frikës kur i mungon informacioni. Informacioni është shumë i rëndësishëm në moshën e adoleshencës. Për shembull, çfarë është seksi, çfarë është dashuria, çfarë është tradhtia, çfarë është debati, çfarë është argumenti, si duhet të sillemi, si duhet të komunikojmë. Pra, janë shumë gjëra. Çfarë është dashuria, sepse është mosha që një dashurinë, çfarë ndodh me një vajzë kur bën për herë të parë seks, po me një djalë. Pra, të gjitha këto pyetje kërkojnë një përgjigje. Fëmijët të cilët janë të paprigatitur për të përballur, të painformuar, bien pjesë e dhunës fizike dhe psikologjike në veten e tyre. Pra, ata futen në enigma të mëdha, të cilat na futin dhe në stres të vazhdueshëm dhe stresi na çon në ankth. Pra, një stres kronik na çon në ankth. Duhet të komunikoj. Duhet të komunikoj për t'ia treguar se s'ka asnjë lloj të ftohti apo asnjë lloj problemi. Tjetër telefonat presim, kam mbërritur në studio. Po, përshëndetje. Përshëndetje, me reporti Vipla. Po, jemi drejt për së drejti në studio, po ju dëgjojmë, cili është shqetësimi juaj, pyetja juaj për psikologen. Po, doja t'ia pak, kam vuajtur nga stresi, kam marrë tratament për stres, dhe aktualisht nuk po e marr, ativa përgati një ditë, por kam tani më duket sikur më mbahet fryma, më duket sikur më vjen zona akustikut tek pjesa e sytit. Nuk e di, nuk e di shforcën, si mund ta evitoj. Faleminderit zonjë për pyetjen. Ka një vit që vuan nga ankthi. Nuk është stres, pra duhet kuptojmë edhe vetë dallimin. Stresi është tjetër gjë dhe ankthi është tjetër. Stresi është pjesë e jetës. Është fillimi i një problematike. Mund të vim në stres për shumë arsye, siç është vetë jeta. Ama kur stresi bëhet kronik, ai fillon të bëhet i rrezikshëm dhe ka nevojë për ndihmën e një psikologu që ne të flasim dhe të tregojmë problematikat tona. Në rastin se ne nuk e bëjmë këtë, atëre fillojnë emocionet tona të ndryshojnë. Pra, çfarë është ndryshimi emocional? Fillojmë të qajmë kot, fillojmë të bërtasim kot. Se jemi të ngarkuar psikologjikisht. Dhe në këtë fazë, ne pastaj kalojmë në ankth. Çfarë është ankthi? Fillojnë të shfaqen mendimet negative. E këtu fillon problemi serioz. Pra, fillon të sëmuremi. Pra, nuk është më aq e thjeshtë për të shëruar. Pra, është e vështirë. Zonja ka një vit dhe kjo pjesë që thot ajo më merret fryma është pjesë e ankthit. Pra, është pikërisht ataku panik, i cili na sjell bllokimin në frymarrje, rrahje të forta të zemrës, pulsi shkon mbi 100 ca, ose lëvizje të mëdha tensioni. Duhet të qetësojmë, a shërohet ankthi? Patjetër që shërohet. Pra ka shërim ankthit, nuk është se do ta zgjasë gjithë jetën. Jo, do ta menaxhojmë, të komunikojmë, të kërkojmë ndihmë, të nxjerrim të gjitha ato që na ngarkojnë për në rastin se di ta zgjidhësh dhe të gjesh njeriu e dur për ta zgjidhur, sigurisht që ka. Në faqet e mia të rrjeteve sociale shkruhet psikologe më shpëtove jetën, më nxore nga aferi, më solle lumturinë. Pra, janë të njerëzit të cilët i kanë përjetuar ferin e sot janë shumë mirë. Se janë rikthyer te vetja, kanë gjetur veten. Përshëndetje, mirë se erdhët, të tjera telefonata vinë. Ju dëgjojmë, përshëndetje.
Përshëndetje. Desha me thot në doktoreshën. Po, jemi drejt për së drejti në studio. Bëj një pyetje. Po. Ku e kam bëja kanë? Cila është pyetja juaj për psikologen, më thoni? Po, për psikologen. Kam djalin 22 vjeç. Po? Po. Ashtu më ka pasur higa që ka të më kure ka kohë, po të shesë në kohë, ma. Ashtu të vetëm. Pa, punove, që dë më të lezion, sot më vëm aty. Jem vëm shpatla, jem vëm mesi. Sa kohë ka këshu djali? Po e ka një 8 vjetë. Nuk ka bërë asë një gjë, asë një trajtim, apo ka kërkuar ndim diku, apo në një mjekim për problemet që shfaq? Pa ka morë mjekim me një 2-3 vjetë që si ka morë më. Atere, zonjë të falenderoj për pyetjen. Djali ka një kohë të gjatë që vuan nga ankthi, me siguri do t'jetë trajtuar në psiqiatri, sepse mjekimet merren në psiqiatri. Ato janë urgjenca e shëndetit mendor, pra janë urgjenca e shëndetit mendor. Si që kemi urgjencë të shëndetit fizik, kemi dhe urgjencë të shëndetit mendor. Nuk mund të përdoren 3 vjet, 5 vjet, 10 vjet, sepse efekti tyre është pastaj kthehet në i rrezikshëm dhe jo, pra janë qetësues për momentin, edhe nuk mund të përdoren pa limit. Doktori ja u ka thënë, po ata i kanë përdorur. Pra, unë e them shpesh, doktori jemi ne, vetes tonë. Pra, ti merr medikamente, i përdor me vite dhe nuk ke asnjë ndryshim përse i përdor. Pra, do t'i bësh një pyetje vetes. Pra, pyetja dhe doktori vetes jemi ne. Për sa i përket problemeve me dhimbjen e kockave, që zonja theksoi, një nga organet që goditet fort nga ankthi janë kocka, dhimbje shpatullash, dhimbje nyesh, dhimbje kyçesh, dhimbje bllokime në mes, sa nuk të besohet se thua a është mesi im apo çfarë po ndodh. Aq i kontraktuar është trupi. Është i kontraktuar, është shumë, kështu që është mëse normale dhe duhet trajtuar. Pra, duhet trajtuar, është një trajtim i cili kërkon kohë, pra vetë zonja shpjegoi 10 vjet, pra ankthi nuk mund të shërohet me një recet, as me një seancë. Është rrugëtim, edhe ky rrugëtim kërkon konsulencat vazhdueshme. Pra ne duhet të jemi të disiplinuar për të arritur suksesin. Gjithkush që është i disiplinuar e arrin suksesin, sepse beson të vetja, beson të psikologja. Ata që janë shëruar nga ankthi, ma kam një kuriozitet, ju është rikthyer në një periudhë saktuar, ose për shkak të një ngjarje që mund të ketë ndodhur, apo momenti dobësie, ju rikthehet ankthi? Ata që kanë kaluar. Ankthi mund të rikthehet te njerëz të cilët gabojnë përsëri. Pra, ne duhet kemi një gjë parasysh. Kur jemi njerëz që kemi kaluar një ankth, ne nuk duhet të futemi në vende të cilat na sjellin ankthin. Ndjekja e filmave të vështirë, të cilët me vrasje, me krime, apo pasigurira të ndryshme për lajmet që na prezente nëpër lajme, prezente në ambiente ku ka dhimbje të mëdha, ku ka qarje, ku ka skena të vështira. Ne nuk duhet jemi prezent aty dhe ta vëm veten përpara një prove të vështirë, sepse ne kemi kaluar një ankth. Do them me kënaqësi që unë kam pasur edhe pacient, një zonjë bilezi është nga Italia, zonja, se kam edhe nga gjithë Europa, zonja është nga Italia që ka shkruar dhe tjetra është nga Gjermania, kanë qenë të trajtuara prej 13 vjetësh me medikamente dhe janë rikthyer sot jetës normale. Dhe nuk u besohet. Kanë shkruar mesazhe në rrjetet e mia. Ata që përjetojnë ankth ose që kanë probleme të tilla, janë njerëz më të dobët? Jo, nuk janë njerëz më të dobët. Po vetë jeta është, unë e tham që në fillim. Ose probleme ka për të gjithë, po disa i përballojnë, disa nuk i përballojnë. Këta që i përballojnë dhe themi na i spyt fare, se ka problem fare për çfarë do lloj gjëje që ndodhin. Jo, varet nga jeta e cila ti ke bërë. Pra, këtu është edhe fat, do thënë. Një familje e cila është një familje shëndosh,
me një qift i rregull që di të trajtoj fëmijët e vet, sigurisht që lind, rrit dhe edukon fëmijë të mrekullueshëm. Njerëz të cilët jetojnë në dhunë fizike dhe psikologjike. Unë jam një zonjë e cila kam folur shumë me gruan shqiptare, da themi gruaja është shumë e dhunuar. Kemi një foto, nëse më ndihmon regjia, një foto në të cilën tregohet se si kalon ky zinxhiri i dhunës që nga fëmijëria, ku mund të kemi përjetuar trauma të caktuara, jo vetëm të dhunës, po edhe trauma psikologjike, të cilat më pas këto reflektohen në një periudhë tjetër të jetës tonë, në adoleshencë, në moshë të rritur, ku shfaqen dhe këto problematika, pra ankthi që lidhet me traumat e fëmijërisë. Ja, tek e kemi foton dhe mund ta interpretojmë bukur, duke treguar se si ka kaluar dhuna nga fëmia i vogël që ka dhunuar macet, tek fëmia, tek fota tjetër majtas, ky fëmijë që është dhunuar më pas nga dhe vazhdon të jetë fëmijë i dhunshëm. Dhe vazhdon të jetë i dhunshëm në zyrë, në shoqëri dhe me bashkëshorten. Është një mesazh shumë i bukur për gruan shqiptare. Një numër shumë i madh grash i bjen telefonit tim edhe thonë që jam shumë e dhunuar, por po qëndroj me burrin për hatër të fëmijëve. Zonjë e nderuar, këtë që bën po shkatron veten tënde, sepse jeta nuk i falet askujt, është jeta jote personale, por edhe fëmijët e tu. Një fëmijë i cili jeton në dhunë fizike dhe psikologjike, ti e ke shkatruar. Është ajo vajza e cila kur bëhet 20 vjeç, është kontingjenti i dhunës, i krimit, i vetvrasjes, sepse nuk ka forcë të kundërshtojë, s'ka kundërshtuar në shtëpinë e saj, e jo më të kundërshtojë bashkëshortin, vjerën, pronarin, e prorin, biznesmenin, e të tjera, pra është vajza e dhunuar që përfundon deri në vetvrasje. Kemi djalin i cili jo vetëm që, por është modeli i babait të vet. Ne shpesh themi dhe si shqiptar, bëm baba të ngjaj. Pra ne jemi babai ose nëna janë modelet të heshtura tek fëmijët. Tek fëmijët. Pra duke parë me sjelljet, me mënyrën se si. Kam shumë raste që djali e ka kaluar babain. Dhe është më dhunues dhe më i ashpër ndaj nënës së tij. Përveç se dhunës ju përmendët bullizmin në familje, se ne nisëm pak më herët, cilat janë disa nga format bullizuese brenda familjes, brenda atyre mureve të shtëpisë, të cilat ndoshta njerëzit nuk i kuptojnë, po i bëjnë dhe ndikojnë. I bëjnë pa kuptuar. Në rastin se një fëmijë ose një adoleshent të thotë që mami nuk jam mirë, nuk mund të shkoj të dal me shokut, më dhëm barku, më dhëm koka, harroj, kam pasur një rast të një vajze 15 vjeçe, e cila nuk e mbante mend mësimin, nuk e mbante mend shkollën, ngatrohej. Pra, ishte shumë në gjendje të rëndë dhe nëna vet më thoshte që kjo njava s'ka për ditë. Pra, në një të gjë, moj zonjë, unë jam nëna e saj dhe ngrihem në mëngjes, shpegonte punët që bënte. Moj zonjë, vajza është e sëmur. Pra, njerëzit mendojnë që sëmundje quhet vetëm kur ti ke një plagë të madhe ose ke një dhimbje që duhet shkosh në urgjencë sepse nuk e menaxhon dot. Po jo, sëmundjet psikologjike janë ato më të vështirat. Pa trut e kokës s'ka jetë. Nuk jetohet merret frym. Pra duhet ta kuptojnë fëmijën dhe duhet ta pranojnë realitetin. Por kjo ndodh edhe te çiftet e reja, kur një bashkëshort thotë, thuaj çfarë do lloj sëmundje, ama që kam problem me trurin, këtë s'ta pranoj. E ke në dorë vetë, themi ne. E kemi në dorë vetë. Pra, dhe kjo është një tjetër bullizim, ti pa e menduar, ose duke i thënë që po shiko motra vëllezrit e tu, të gjithë të arritur, ti mbete të rish mbyllur brenda. Pra ti je dembel, nuk do të dalësh, nuk do të shkosh në punë, nuk do të punosh, gjithkohën thua më dhëm këtu, më dhëm patje, më dhëm këtu. Pra, prindër, na lodhe, të tjera shpreh. Këto janë bullizime që lidhen pikërisht me format e shëndetshme. Pa e menduar që ne e shkatrojmë, sepse nuk ka gjë më të rëndësishme se nëna dhe babai dhe familja, në rastin se këta prindër nuk të mbështesin, ku do ta gjesh ti mbështetjen tënde? Por unë do t'ju drejtohem me një mesazh të fuqishëm të gjithëve. Numri më i madh i njerëzve që vinë ankth te unë janë në gradat të dytë dhe të tretë. Pse? Sepse ata kanë vite që vuajnë dhe nuk kanë kërkuar ndihmë. Pra kërkoni ndihmë,
kërkoni, flisni me psikolog. Dhe do t'ju them diçka të rëndësishme. Psikologjia nuk është që si të gjithë profesionet e tjera, që unë vajta të kjo psikologja dhe nuk bëra punë. Psikologjia është bindje. Pra, do t'a themi, është bindje. Pra, unë e digjoj këtë psikologe dhe them, kjo është psikologja që mua më duhet. Pra, jo gjithmonë, si në të gjitha fushat, edhe psikologjia dhe mjekësia, po edhe të gjitha fushat, ka njerëz suksesshëm, ka njerëz të dështuar, pra ne nuk duhet të rëzohemi. Pse ne vrapojmë për të gjetur një pal pantallona nga një dyqan në një tjetër që ta marrim atë që duam? Ashtu duhet vrapojmë edhe për shëndetin tonë. Absolutisht. Ato format duke i renditur 1, 2, 3, 4 për ta përmbyllur semi në fund të hapësirës, format me të cilat fëmijët shprehin anktin, por që prindët nuk arrin t'i kuptojmë. Për shembull, disa prej telefonuesve e thanë, më dhe mbarku, ose kanë frikë të dalë, ose me çfarë simptomash janë drejtuar. Shenja e parë është frika. Pra fëmija ri mbyllur, do të ri në errësirë, nuk i pëlqen të dali me shokët, të filloj jetën, sepse duhet të kuptojmë, mosha e fëminis dhe mosha e rinis nuk e din që është smundja, njojnë vetëm lumturin. Kurse këta fëmi shikojnë barë dhe zi, pra kanë frikë nga çdo gjë. Por edhe shenjat në shëndetin fizik, si që janë dhimbja kokës, marrja mëndshve, mpirja e gojës, pirja e gjuhës, dridhja e duarve, ftoja e këmbëve edhe duarve ekstremeve, tjetër dhimbja stomakut, sa e rabuki fillon t'i dhëmbi stomaku, një diare vazhdueshme. Se ka fëmijët, mos fëmijët shkollës, të cilët ankohen një ditë më përpara ose në mëngjes para se të nisen për në shkollë, pikërisht për këto shenja më dhe mbarku, edhe që të bindin familjen. Pa dallimi midis kësaj dhe kësaj është frika. Pra ankthi është frikë. Ky fëmijë thot më dhe mbarku, po s'ka frikë. Pra, frika është ajo që dallon një fëmijë nga një fëmijë tjetër, mbyllja në vetvete. Në rastin se fëmia është i mbyllur, nuk do të dalë, ri në vetvete, përsërit të njëjtat gjëra. Pra përsërit. Pra, gjithmonë thot, mami, unë kam bërë këtë gabim, e bëra këtë. Gabim, po lëre haroje, të kam falur. Ai prape thot dhe njëherë. Po, të kam falur, ai prape përsërit dhe njëherë. Mami, prap më shkon mendja te kjo. Pra, ri, mami, edhe sa që ndroj, prap atje ka mendjen që kam bërë këtë gabim. Ta thot këtë 10 herë, 20 herë, pra të njëjtën gjë. Unë kam raste të fëmijëve të cilët unë i marr, i pyes, edhe thot, kemi mbaruar. Psikologe, prap më kujtua ajo historia që të tregova në fillim. Prap e thash atë, prap, atje ka mendjen. Pra përsërit të njëjtat gjëra. E kuptova. Faleminderit shumë Ema për të gjitha këshillat, shpjegimet që dham sot, edhe pse asnjëherë nuk është koha e mjaftueshme për të marrë atë lumë, telefonata, shqetësime, pikërisht për ankthin. Ju e shihni çdo ditë këtë gjë, kështu që edhe jeni dhe shumë popullore, më thon njerëzit, edhe shumë e qartë, bindse, prandaj dhe ndoshta ju duan kaq shumë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve që më ftuat. Faleminderit. Ne do të përshëndetemi së bashku me zonjën Ornela Darda që nuk arritëm dot të komunikomin sot për shkak të fluksit tuaj të telefonatave. Do të kemi patjetër mundësi ta ndjekim nesër për historinë e saj shumë të bukur dhe frymëzuese. Kalofshi bukur. Faleminderit për vëmendjen.